Lajmi I fundit. Banorët e fshatrave të Voshtresë protestojnë kundër ndërtimit të kishës katolike në Zogaj të Voshtresë. Hajde ta shikojnë atë video, pastaj kam do fjalë për këtë pjesë. Sinqerisht, populli I dashur, këta janë domethënë përçarësit më të mëdhenj të shqiptarisë, sipas menimit, sepse mu quhe me provokue në një vend ku 95%, 96% domethënë pjesën e Voshtresë janë besimtarë muslimanë, sidomos në këtë fshat. E në këtë fshat ishin vetëm 36 veta, domethënë krishterë, e mu quhe me I provokue në këtë mënyrë, poste këta të lëvizjes për I kthimshe. Sepse këta e bojnë me qëllim. Këta janë që po shtin për shamjen më të madhe që ekziston. Prandaj, vëllezër shqiptar e vëllezër musliman, mos bini në grupat e tyre që mundohen me fut për shamjen këtë pjesë. Na duhet me mbrojt pjesë tona prej tyre. Na s'duhet me lanë me ndërtue për shembull një kishë ku në atë vend janë 96 ose 97% musliman, domethënë atë pjesë të fshatit, sepse nëse një xhami të ndërtohej në një vend ku ishte domethënë përqindja e katolikëve më shumë se muslimanëve, ku me di ç'a ish bë. Edhe policia do të më reague domethënë shumë për këtë pjesë, sepse nëse kish ndodhe kundërta policia I kish lidh muslimanët e jo katolikët.